Pak ditë para 21 janarit, ditës së Kongresit të Lushnjës, Bashkia ka ndërmarrë një ndërhyrje të rëndësishme estetike me lyerjen me bojë të pjesëve anësore të stolave në zonën më të frekuentuar të qytetit për të krijuar një mjedis më të këndshëm për të gjithë. Punojësit e ndërmarrjes së punëve publike filluan punën me pastrimin e skulpturës simbol të qytetit, Djali mbi Buallic, të cilën prej kohësh nuk e kishin parë kaq të pastër. Më pas u vazhdua me lyerjen e stolave të Lulishtes dhe të stolave tek rruga e shtëpisë Kongres. Sipas drejtorit të kësaj ndërmarrjeje, Elson Zeka, do të vazhdojnë me lyerjen e të gjithë stolave në Lulishte, në bulevardin kryesor, në qendër e të tjerë, për të dhënë qytetit një atmosferë më mikpritëse dhe tërheqëse për banorët dhe vizitorët. Që kur janë vendosur stolat nuk është ndërhyr asnjëherë për lyerjen e tyre me bojë, por ishin lënë të pistë, të zverdhur nga shiu dhe dielli, duke prishur pamjen estetike të qytetit dhe duke u vrarë syt qytetarëve që uleshin për të kaluar kohën e lirë në këto hapësira të dedikuara pushimit me mosruajtjen e higjienës nga ana e bashkisë. Ky aksion për përmirësimin e hapësirave publike ka për qëllim të përcjellë edhe mesazhin për mirëmbajtjen e qytetit.